Përshëndetje për shikues të emisionit Gjurma, unë jam Medona dhe sonte për ju e kam një promovim me një këngëtar me një klip 3, Besart Halimi. Përshëndetje, mirë se erdha. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Besart, klipin e ke bo, në fakt dillën e ke promovu veç, kemi pas mundësi mu kanë atë në promovim, po me gjitha të ke pranu me ardhë Ngilana dhe me bo një intervjist për këtë videoklip. Pa tjetër që po, dillën ishte promovimi, kaloj shumë mirë, pat shumë mesë dhe shumë njerëz të ofër të mitë, kështu që ka qenë një natë shumë e mirë dhe më me thonë e pa arrushme për mu. Kemi kalu shumë mirë, gjithçka ka shku mirë, besoj njerëz të spaku kështu më thanë që janë do të kënaqur me videoklipin edhe me këngën, kështu që unë i falenderoj ata që kanë qenë aty, po edhe ata që nuk kanë mujt me ardhë për shkaqe të ndryshme, si ju për shembull se edhe ju nuk keni mungu kur në promovimet e mia dhe në këngët e mia, po ndodh diçka që ndonjëherë nuk mundesh me qenë prezant, kështu që ajo nuk është me rëndësi është që jemi këtu sot dhe ju falenderoj për ftesën. Besart, a mundesh me na thonë diçka më shumë rreth këngës, që sa kohë punu kjo këngë, është këngë e pandëgjueshme deri tash nga Besart Halimi apo? Kënga u punu dikon i ka 3 ose 4 muaj, po nuk e kam kënu shumë rol vetëm për këto incizimet e vitit 3 që kanë qenë. Në atë kohë e kam kënu këngën, kënga quhet Natës nuk i dihet, është një këngë shumë ma ndryshe se tjerat që i kam pas deri më tani, po me qëllim e mënu me ndërru diçka që me bë diçka ma thjesht edhe diçka që është ma e për afërt me publikun, diçka që publiku kish mujt me gjetë vetën ta. Do me thonë kënga nuk ka shumë komplikime, është këngë e thjesht, është shumë ritmike, edhe besoj që secili ka me gjetë vetën edhe ka më pëlqy kjo këngë. Do me thonë nuk është stilit Besartit që jemi mësu deri tashme po, është një stil diçka ma ndryshe, pse kë ndryshim? Po, nashta nuk është si kënga ëndrat ose si ato këngë ma herë që këmë nu ato rock ku më nëshmi të tregu vlerat vokale, ku i tregojnë ato gjitha vlerat, po koha kur i kom tregu vlerat vokale, kom thonë edhe ma herë që kanë qenë ethet, kështu që besoj që njerës e din që amoj me kënuone, ta shumë tjeshtu më nona me bo diska që është ma në trend dhe që ka ma shumë po pëlqejet. Kjo këngë është ma ritmike ku njerës besoj që kanë me pëlqy se kanë me mujt me valzu me këtë këngë dhe kanë me mujt me majt men ma letë këtë këngë se është e letë për më marrë si teksti si kënga. Kështu që ndryshimi është i vetëm shkaku që kam dashur më përshtat shijes publikut, kështu që besoj që kam më pëlqy. Patjetër. Me kënë e ke bo me cilin produksion? Klipin e ka bo produksioni Video Art nga Gjilani, edhe unë i falenderoj shumë. Ata kanë xhiru videoklipin me një teknikë krejtësisht të re, me kamera me gjitha kanë qenë të reja, edhe shihen edhe në klip ngjyrat janë ma të mira dhe më më ka pëlqy klipi, veç besoj që edhe tjerëve ka më pëlqy. Kështu që gjithë klipin ka bo Video Arti. Ti nuk pinrojnë heq Video Artin, edhe herën e parë ke bo me Video Artin edhe tash? Jam da i kënaqur me Video Artin, kështu që besoj që kam me vazhdu me bashkëpunu me ta deri në fund, se mirë jam njerë me ta. Sartë, diçka tre përveç këngës edhe videoklipit, qa ka diçka tre të Besarti? Ka ona muzikore për me. Po, pas ti videoklipit tash është pjesëmarrja në Top Fest, kam një këngë nga Elvis Duro, më ka ftu, aje ka bo këngën gjitha, kam dëgju këngën edhe më ka pëlqy, është një rock ballad, dhe me atë këngë kam marrë pjesë në festivalin e Top Festit, kështu që këto ditë kam shku në Shqipni edhe me kënu këngën, veç besoj që kam e pas sukses, kënga është e mirë, e lezetshme edhe është një ballad, kështu që kam mënu me dhonë maksimumin edhe mi prek tjertë, mi prek njerës në tela pak. Kështu diçka në album, në videoklip 3 mas Top Festit? Mas Top Festit besoj që pas një 4 muajve ashtë milion kohë këti videoklipin mu po. Besoj që kam e bo
një këngë të re edhe një videoklip të ri edhe bashkë me albumin do t'ja u bëj promovimin zbashku. Kështu që pas 4 muaj mendoj me bo albumin e ri edhe një videoklip tjetër ku do t'i përmban dikon 8 ose 9 këngë albumi. Kështu që pritet ka vera afërsisht pas 4 muajve kështu. Besart, videoklipi shumë i mirë, po këngën me kanë i ke bo, me cilin kompozitor tekstin? Këngën e ka bo Florent Boshnjaku, ndërka që tekstin kësaj here ka bo vllai jam, Krenar Halimi. Ai marrët ka bo tekste për veti edhe për grupin Haliband, pasi është antar edhe vokalist i atij grupi. Po kësaj here unë e kërkojsha një tekst shumë thjesht edhe një tekst të kapshëm. Kështu që luta, thasha ma bën një tekst se e di që ka talent për me shujt tekste dhe kështu që ka bu një tekst shumë thjesht, po shumë të kapshëm, besoj që secili ka me mujt me gjetë vetën në tekst. Edhe kënga është një këngë çfarë unë e kom lyp, një këngë thjesht edhe një këngë të kapshme edhe sa ma ritmike, kështu që edhe Florenti e ka përmbush ato që kom kërku. Kështu që unë jam i kënaqur me të gjitha. Veç shpresoj më pëlqy edhe një herë gjaja është mas me rëndësi. Ju krejt familja muzikanta, kështu? Valla po. Okej, Besart, faleminderit shumë që ke gjetë kohë me ardhur në Gjilan me bo këtë intervistë me neve dhe faleminderit shumë që gjithmonë je i pari që i sjell videoklipet. Faleminderit juve, unë e kam për detyrë se më keni përcjell që nga fillimi, kështu që sa herë të kam diçka të re, unë nuk kam hezitu edhe me pru të jo me një herë. Faleminderit edhe veç vazhdoni kështu. Faleminderit shumë, suksese. Faleminderit edhe juve.